Partia Demokratike ka paditur dje penalisht ish nënkryetaren e bashkisë dhe kandidaten e preferuar të Nikopeleshit, Besa Spaho, për shkelje të rënda të ligjit zgjedhor. E ka paditur në SPAK atë së bashku me enturazhin e vet, drejtorët rajonal të AKU-s, të hipotekës, së tatim taksave, të cilët janë turrur për të blerë vota për Partinë Socialiste, janë turrur për të bërë presion dhe shantazh bizneseve dhe qytetarëve për të votuar personalisht Besa Spahon. I paralajmërojmë të gjithë ta banditë zgjedhor, duke filluar nga Nikopeleshi, duke vazhduar te Besa dhe gjithë enturazhi i tyre, që pas datës 11 maj, përveç se me Demokratët dhe Partinë Demokratike, do të përballen dhe do të kenë hesapet e tyre me drejtësinë. I ftojmë qytetarët që të votojnë të qetë në datën 11 maj, sepse vota e tyre është e garantuar, vota e tyre do të ruhet dhe do të mbrohet. Partia Demokratike është në krye të detyrës, është duke monitoruar gjithçka dhe duke referuar gjithçka në SPAK, si kundër Besën dje, dhe të gjithë institucionet ligjzbatuese dhe të partnerët tanë ndërkombëtar.